Me 9 shkurt si vjet fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025 fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara, rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Edhe një herë urime të gjithë qytetarëve mërgatës dhe secilit pa dallim, fitoren historike që është në rrugë të mbar të tejkaloj edhe 14 shkurtin e vitit 2021. Nuk do të vonohemi që ta trajtojmë edhe këtë çështje. Na duhet të bisedojmë edhe me opozitën për çështjen e presidentes apo presidentit të ardhshëm, por siç e kam thënë edhe mbrëm në një emision në Radio Televizionin e Kosovës, paraprakisht do të ulem e të bisedoj me presidentin aktuale dhe më pastaj do të ndërmarrim edhe hapat e ardhshëm në mënyrë që të ecim përpara bashk, sepse dihet që si për marrëveshjet ndërkombëtare, ashtu për zgjedhjen e presidentit është e nevojshme që të qëndrojnë së paku 80 veta në sallë, edhe nëse votojnë kundër, dhe për këtë do të na duhet të bisedojmë, por ky nuk është as hapi i dytë, është hapi i tretë, paraprakisht certifikimi i rezultateve që do të na bëjë të qartë përbërjen e saktë të legjislaturës 10 të konstituar. Ta negocioni dhe t'ua jepni atyre janë dy gjëra të ndryshme. Nuk mund të përdoren si sinonime, aq më pak në të njëjtën fjali. Natyrisht që do të na duhet të bisedojmë me opozitën për çështjen e presidentit, por paraprakisht do të na duhet të bisedojmë për këto marrëveshje ndërkombëtare. Dhe unë besoj që ai do të jetë një test i rëndësishëm për bashkëpunimin qeveri-opozit në 4 vjeçarin e ardhshëm. Ne bashkëpunojmë me Republikën e Shqipërisë, me cilën do qeveri që është aty. I kemi 58 marrëveshje të reja me kryeministrin Rama dhe niveli i zbatimit të tyre është më i madh se kur më parë. Unë nuk jam në dieni të atyre akuzave që thatë ju, por në të njëjtën kohë ne jemi të interesuar që afrimi edhe bashkëpunimi me Shqipërinë të rritet gjithnjë më shumë.